Monika, arritëm në pjesën e fundit të programit. Më pikante ama. Jemi ti përballë 3 vetave dhe një speci. Po heq syzet, springi ta shohë. Është speci famshëm i emisionit ton. Shumë trima kanë rënë përballë. E kanë ngrënë apo e kanë? E kanë ngrënë, e kanë ndjerë mbas 20 sekondash. Po, janë ndjekur shumë. Po do e kanë pasallin shumë të madh. E nuk e di si ke marrëdhënie me pikantet. Unë pëlqejnë pikantet. Se pas kemi mirë ne marrëdhënie në Ne këtë. secili kemi nga një pyetje që kemi përgatitur për ty. Zgjidh ti me kë do e nisësh? Ta nisim sipas rendit alfabetik. Ti e di. Hajde. Ti e di. Artemisa. A, F, K. Okej. Se dinu se është pyetja më e vështirë, Po por marrë dhe Monika. specit ta vaj ndosh. Bëje gati. Bëje gati. Monika, na zbulo sot se sa je paguar në Big Brother VIP Albania. As një lek. Ke punuar vullnetarisht? Jo, nuk kam punuar vullnetarisht, kemi bërë një kontratë, por Si ke marrë akoma? si kam marrë akoma edhe simbolike është vlera, nuk është vlerë e lartë. Vlerë e lartë që të bëjmë buj. Ja, ishte shumë kështu domethënë. Çmimin e madh Më pak se rroga minimale ishte. Më pak se rroga mesatare. Okej, që ka tamam kështu. Është simbolike, kështu që për çfarë Okej. marr. Po, fituesi u paguaj mori se ti si pas ke marrë? Nuk e di. Se di. Okej. Vazhdoj me pyetjen time. Tani këtu nxehet pak situata. S'kam më muhabet lekësh, lekët i kam misi. Unë do të pyes. Po të mohabet lekësh na bëjë, se i manifestojmë. Monika, kur ka qenë hera e fundit që ke bërë dashuri? E kam thënë unë atë, e kam thënë një ditë Vazhdon të mbetet e njëjta? Vazhdon të mbetet një ditë para se ti kthej Lirmeta nga shtëpia. Edhe puthja e fundit. Edhe puthja e fundit. Të gjitha të fundit. Të gjitha të fundit. Edhe të fundit. Tani je gati sepse fundit nuk është një pyetje, Po. por është një prank call. Ne kemi shumë qef prank call-san dhe kemi menduar që sot ti të marrësh në telefon Arber Hajdarin dhe ti thuash, ti bësh një prank call që pse ke kërkuar që unë mos të jem sezonin tjetër në Big Brother. Gjatë me këtë shkruar. Ai ka folë për ty. Ta marrë? Merre tani direkt me viva voce. Gënjeshtër të bardhë do t'i thuash. Qëndroj stoike deri në fund. Nuk u tendua fare Ky nga spec speci. me sa duket nuk do hahet sot. Ne përdorim për emisionet e tjera. Absolutisht, vëre këtu mos e prekme. Monika, ku je ju bote? A mos i jeti? Shumë mirë, po ti? Me. Po pse kishe thonë ti që se du Monikën unë radhës tjetër në Big Brother, më? Pash zotin. Më. Nuk e Ja, besova ama se i besoj. shumë. Nuk e besova, po thash, hajtë më thash, ky si ma boni kështu mu këtë radhë. Kërko prova, mos u bin pa prova. Je shumë i mirë Arber Hajdari, ta dish. Kërko prova, Monika Kryemati. Pa prova, e di ti kush merret pa prova. Po e di, vetëm Lirmeta merret pa prova. Do më marrësh ti këtë. Do më kërkosh që t'jem dhe unë vitin tjetër prapë, unë më shumë për ty du dhe për Ledionin, nuk du për Bigun. E kam bërë kërkesën publike ke bërë te Top kërkesën? Albania. Wow, zotin mas disha fare. Tregoj tani shpreh. Tani të falenderojmë shumë për dashurinë dhe sinqeritetin nga grupi Andales. Ja po të flasim. Na fal, të kërkojmë ndjes. Ishte një prank call, ishte o të merrte ty o të hante specin. Unë edhe shpesin e haj edhe ty të marrë telefon o vlak. Faleminderit. Përshëndesim me ne ty Arber. Vajt, falenderoj shumë. Hajde, të fala. Ciao. Arber, nuk u tund fare, nuk u tund fare. Bëni bravo dhe për Monën që e çej deri në fund. Tani do Ja. hash specin ta? Unë edhe ha specin më, po të hajmë. Vaj, bëj të gjithë. Hajde, hajde që kup më Hajde, ham kup. Nuk është daq, jo. Shumë i mirë. Është shumë i mirë normal, sepse merret nga... Sepse merret nga serat e lushnjës se ka kput ky djalë me duart e veta. Shikon, kjo është një mrekullueshme kur e bën me fasule Mos na hapo reksin ose me tani. paçe. Nuk e di. Sa mbarojmë këtë intervistën deri ku E mbarua, në fund jemi. Në këtë moment do ngrihemi të katërt, i fusimi dorë fasule. Paçe pilaf. Monika, shumë faleminderit që ishte në What the Fuck Unë Nashëm. falenderoj shumë për momentet dhe intervistën. Edhe një që e shifni Monikën ndryshe nga atë që më kanë parë të tjerët. Shumë faleminderit. Faleminderit. Uroj që edhe publiku ta ketë parë këtë intervistë çdo dimension tëndin.
Faleminderit. Dhe ne do të shihemi sërish episodin e radhës të What of a Show. Pa tjetër e dini ju të premte në orën. Në orën 8, ti mos harroni na bëni subscribe dhe follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Ju duam. Pafshim. Pacim. Ándale.